Ka raste për shembull vllazni kur helmohemi, çka kanë thonë përpara kur helmohemi, me përdor ajran apo ose sot mjekësia thot me marr infuzione. Me marr infuzione të ndryshme që më pastru trupi. Pastaj thot kushdo që nuk ka mundësi të trajtohet nga mjeku ose me antidot, duhet që menjëherë të nxjerr substancat e këqija që i kanë ngrënë. Dhe tash do ta shohim çka ka bëu Muhamedi alayhis salam kur ja kanë sjell një dele të helmuar. Muhamedi alayhis salam kur ja kanë sjell një dele të helmuar, për një herë ka bëu hijamën dhe e ka shpëtu prej vdekjes. Mirë po disa prej sahabi kanë vdek. E ka bëu në shpatull. E ka tërhek, do thot, helmin. Pastaj thot nëpërmjet gjakut dhe enëve të tij helmi shkon në zemër. Dhe pastaj në pjesë tjera të trupit dhe duke sjell vdekjen e sigurt thot. Përdesa gjaku është bart si i helmit. Do thonë nëse futet helmi po e zon me një vend caktuar, gjaku çfarë bën vllazni e tërhek apo sikur lumi që është tërhek, çashtu edhe gjaku. Dhe kur shkon në zemër e shkatron, domethënë apo në vendet në organet vitale të organizmit dhe shkakton dëme të pariparueshme apo personi mund edhe të vdesë. Po, ai thot nëse i prekur e bën menjëherë pastrimin, helmi nuk shkakton dëmtime të mëtejshme. Për shembull ke përdor helm ta zon në gojë, në lukth, të ka shku në lukth. Në ato momente për njëherë duhet me nxitje me vjell, apo me shti gishtat apo diçka me bu ose me përdor antidot që e hek, domethënë që e neutralizon helmin, me përdor ta zom çum kësi ajran siç tham, nëse e neutralizon helmin. Pejgamberi sa i bëri kupat në pjesën e sipërme të shpinës, vendi që ndodhet më afër zemrës, në mënyrë që të ndalte rrugën e helmimit drejt zemrës, që një pjesë i ka mbet, nuk është neutralizu një pjesë, por se i ka mbet. Akoma i ka mbet dhe këto e thot pastaj edhe vet Muhamedi alayhis salam. Një pjesë e helmit mbeti ende në trupin e tij, që kështu të përmbushej caktimi i Allahut subhanahu wa taala, kur Allah i vendosi të vinte koha që i dërguari të vdiste si shahid dëshmor, u rishfaq prap efekti i helmit. Vllazni subhanallahu duke lexuar për punën e mikrobeve, quhen diçka mikrobet latente. Çka janë këto mikrobet latente? Këto janë mikrobe si të fjetura. Si të fjetura. Domethënë ti e ke pas një infekcion. E ke pas një infekcion në trup. Edhe nuk e ke trajtu ç'është duhet. Për shembull, ke marr antibiotik, ke përdor 3-4 ditë, mjeku të ka thonë përdor 1 javë, 2 javë, derisa përfundimisht shkatërrohet mikrobi, ti çfarë ke bër? Vetëm e ke bë një mikrob të fjetur, jo të aktivizueshëm për momentin, por se prezente. Por se është prezente. Po është i fjetur. Në momentin kur trupi e humbi imunitetin, apo për shembull, vetëm pak ndjen një lloj ftohje, apo nerv, vetëm pak e ka për një herë. Sepse i ka ato mikrobet latente që për një herë ngriten. Dhe shkaktojnë probleme. E njëjta gjë është edhe me këtë helmin që e ka pas helmin, jo kred, nuk i është hekur, nuk i është hequr helmi dhe çfarë thot Muhamedi alayhis salam, u rishfaq efekti i helmit që e ka pas më herët, apo